Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma lakal hamdu anta khalaqtana wa razaqtana wa hadaytana wa kafaytana, lakal hamdu ala ma bihi mananta wa ma bihi tafaddalta, hamdan kathiran tayyiban mutayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Elusmi Allahun te bareke wa taala me emrat e bukur dhe cilësit e tij të larta, që nanën ton Allahu Azza wa Jall ta mëshiron, ta ban prej banorëve të xhennetit. Allahu Azza wa Jall ta bashkan me njerëz e mirë në botën e ahiretit. Të nderuar vëllezër, thot Allahu te bareke wa taala: kullu nafsin dha'iqatul maut. Çdo krijesë, çdo gjallës ka me shiju vdekjen. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah. E pastaj shpërblimet i merr tek Allahu te bareke wa taala. E na lusmi Allahun Azza wa Jall që kjo nam t'i merr shpërblimet tek Allahu te bareke wa taala dhe të bëhet pjesë e xhennetit Firdaus. Të nderuar vëllezër, të gjithë kena me elan këtë dynja, dikush sot e dikush nesër, dikush më herët e dikush më vonë. Na pyet Allahu Azza wa Jall se çka kemi marrë me vete. Pro këto varre janë dëshmi, se cilët nuk flasin, po janë mësim i madh për neve, se dhe na të gjithë kena me ardhur në këtë vend. Andaj çdo njeri prej tyre kishte një emër, çdo njeri prej tyre kishte një synim, çdo njeri prej tyre kishte një plan për të realizuar në jetën e kësaj dunjaje, mirë po të shpëtuar dhe të përgatitur dhe të mirë tek Allahu Azza wa Jall janë ata të cilët u përgatitën këtë dunja me punë dhe vepra të mira e që i marrin tek Allahu Azza wa Jall. Nga se ne sa të krejt kthehemi me këtë nan betet vepra e mirë që e ka punu, siç na ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, se njeriu e përcjellin 3 gjëra. 2 kthehen mbrapa e një qëndron me te. Ajo që kthehet mbrapa është pasuria dhe familja. Ajo që ngelet me te është vepra dhe puna e mirë. Ishte pejgamberi alayhi salatu wassalam afër varrit dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam ju tha: "Ej ikhwani, li mithli hadha al-yawm fa'iddu." O ju vëllezërit e mi, për një ditë sikur kjo përgatituni, nga se wallahi do të vjen momenti i daljes prej kësaj dynjaje shumë shpejt. Përgatituni me ibadet, me adhurim, me fjalë të mira. Përgatituni të nderuar vëllezër për një ditë sikur kjo.